Përshëndetje dashur miq të emisionit Avantazh. Sot do të flasim për protestat që kanë 15-16 ditë që kanë shpërthyer. Sot është e hënë data 15 qershor dhe në mos gabofsha është dita 16 e protestave dhe shqiptarët si asnjëherë tjetër janë grumbulluar në një masivitet të paparë ndonjëherë në historinë disa qindra mijëra vjeçare të këtij vendi. Duke u grumbulluar për të protestuar për largimin e autoritar të Shqipërisë, për zotit Rama, i cili është kthyer në një kryeministër autokrat dhe nuk dëgjon as zërin e popullit dhe as kërkesat e tij. Qytetarë të shumt në Tiranë për ditën e 16 sot po protestojnë për të larguar si kryeministër dhe për t'i hapur vendin zgjedhjeve të reja, mirë po ky vazhdon akoma të jetë në pushtet dhe të mos t'ia ndjej fare madje. Por ne temën sot e kemi lidhja e aktualitetit me deklaratën e pavarësisë të vitit 1912. Do thoni ju çfarë lidhje ka kjo me protestën, po sigurisht që ka një lidhje. Për këtë qëllim ne kemi ftuar në studio studiuesin zotin Sokrat Hodo, i cili ndodhet në Londër dhe do të na shpjegojë pikërisht për këtë temë. Përshëndetje dhe mirë se erdhe zoti Sokrat. Përshëndetje, mirë se ju gjeta, faleminderit. Ju jeni një ndjekës i protestave dhe një mbështetës i tyre, pasi si të gjithë shqiptarë që kërkojnë ndryshimin, një ndryshim që pritet prej 36 vjetësh dhe që ende nuk ka ardhur, një ndryshim shumë i zgjatur. Shqipëria për hir të së vërtetës është kthyer në një vend i cili është i kapur nga thuajse nga një person i vetëm ose nga dy persona të cilët opoziti ndajnë bashkë dhe që e kanë bërë këtë vend, e kanë bllokuar, e kanë asfiksuar dhe e kanë po i shesin interesat kombëtare sikur të kishin të vetat. Çfarë mund të na thoni dhe si e bëni ju lidhjen, pastaj do shkojmë te tema me deklaratën e pavarësisë, do t'i ja u bëra pyetje të përgjithshme, po ju dal nga dal do t'i përgjigjeni dhe do ta bëjmë dhe si bashkë bisedim të gjithë të këtë emision sot. Po, patjetër. Shiko, situata nuk është më vetëm shqiptare ose mbar shqiptare, është pothuajse mbar botërore, sepse protesta janë parë që nga Shtetet e Bashkuara, që nga Franca, që në Iran, në Irlandën e Veriut dhe Shqipëria është një prej këtyre vendeve. Këtu bëhet fjalë për një ngritje të ndërgjegjjes globale, sepse ky lloj sistemi nuk është se është vetëm në Shqipëri, se Shqipëria sot është vend i hapur dhe nuk mund të ndash nga pjesa tjetër e botës. Por Shqipëria është më e veçantë në këtë rast, pasi ne këtë problem e kemi që prej 1912-s, që baballarët e kombit ton bën një deklaratë e cila nuk vajti në vend. Dhe ne më së shumti kemi vuajtur nga vetja jon, nga regjimi, nga të gjitha regjimet, dhe ky lloj regjimi që po përjetojmë këto ditë është shpresoj që të jetë i fundit dhe me sa shikoj unë është trokitja e një ndoshta edhe sistemi të ri mbar botëror për njerëzimin. Të gjithë e bukura e kësaj përpjekje mbar popullore është se protestat janë shumë më paqësore. Kjo do të thotë që niveli i ndërgjegjjes popullore është, siç edhe ka qenë, gjithmonë edhe më lart se sa ai politik. Bile do thosha se nëse do niseshim te termat popullor, unë nuk kam dëgjuar ndonjëherë thuhet të urtët në politik, thuhet gjithmonë populli i urtë. Urtësia është gjithmonë popullore dhe kësaj radhe ajo po tregon majat e saj më të kulluara që me këtë lloj proteste që po bëjnë mbar shqiptarët, po japin edhe shembullin e tyre më të mirë në botë. Kuptohet që jemi gjithmonë në kërkim të lirisë, të drejtat
e njeriut, të drejtat bazë që janë dhe që ne disa prej tyre i kemi përfituar, por jo të plota, janë të drejtat e njeriut, janë e drejta e fjalës, e drejta e mos patjes frikë, e drejta e mundësisë së njëjtë dhe të barabartë me njerëzit e tjerë, që do të thotë kesh dhe të drejtën mos të mos ngelesh i varfër. Kesh disa të drejta, siç janë e drejta për të strehuar, për të punuar, për të patur dinjitet. Këto gjëra ne nuk i kemi arrit akoma në Shqipëri dhe është shumë e qartë, sepse dihet domethënë që nga pensionistët që janë prindrit tanë, e vuajnë atë me një pension qesharak, jo dinjitoz, por minimal. Pse duhet të jetë një pension minimal kur mund të jetë një pension dinjitoz? Po ashtu edhe shërbimet spitalore e tjera, shkollimi që është baza, është një e drejtë që është keq drejtuar nga shteti. Ata kanë marrë frenat në dorë, duke marrë fëmijët tanë kanë marrë të ardhmen e familjes, kanë prish familjen. Atere, Ndërkohë që më përpara është ditur domethënë se fëmia duhet rritej në preherin e nënës. se sa të zeza kanë bërë Mjaftueshëm. këti vëndi këte e din edhe fëmijët e porsalindur, por më lejo të lexoj shkurtimisht deklaratën e pavarësisë, e cila ishte shkruar nga Luigi Gurakuqi dhe thoshte: në Vlorë më 15 në 28 nëntor të vjeshtës së tretë 1912, pas fjalëve që tha kryetari Ismail Beup, me të cilat tregoi rrezikun e madh me të cilat ndodhet sot Shqipëria, të gjithë delegatët me një zë vendosën që Shqipëria më sot të bëhet më vete e lirë e pavarme. Faktet kryesorët e ngjarjes dihen tashmë dhe momenti kritik, por cilat ishin detajet e tjera të cilat u aprovuan në këtë deklarat dhe cili është shkaku tashi i lidhjes mos mbajtjes së fjalës së kësaj deklarate nga gjithë pushtetarët e mëpasshëm, që nga Esat Pash Toptani që pasoi Ismail Qemalin, e deri më sot tek Esat Pash Toptani dytë që kemi akoma që pritet të japi dorëheqjen shumë shpejt. Po, në lidhje me këtë, unë kam bërë, po themi, një hulumtim për një kohë të gjatë dhe të ngadalt, por të gjitha faktet, duke i renditur sipas një radhe që duhet, unë kam nxjerrë edhe një konkluzion që po e hedh si kartë tani në këtë situatë, duke e lidhur me situatën. Kuptohet, unë po e filloj që pra janë gjëra të njohura, por unë thjesht do t'i rendis në mënyrën e duhur. Ismail Qemali, që e nisi këtë punë, kuptohet që nuk e nisi vetëm, e nisi edhe me shumë patriota të kohës, dhe patjetër që ka filluar disa dekada më përpara këtë gjë, jo vetëm sepse e kishte atë ndërgjegjen, ishte i qartë, domethënë për ndërgjegjen kombëtare, por edhe ishte koha dhe momenti sepse Perandoria Osmane u deklarua edhe i smuri i Bosforit, po i vinte, ishte në gramat e fundit. Megjithatë, situata gjithmonë kur bie një, ngrihet një tjetër dhe situata nuk se ka qenë aq e bukur që ai ta bënte ta kishte si buk me djath. Por ka kaluar një peripeci të tërë dhe ka bërë një plan mes intrigave, mes politikave europiane dhe të osmane, mes gjithë rajonit që ishte i përzier në atë kohë dhe interesave që lidheshin me Shqipërinë për ta coptuar. Hapat që u morën dhe ato që duken që ai ishte përpjekur, po fokusohemi te vitet e fundit, Kongresi i Manastirit ishte një nga hapat të cilat tregon se dhe i paraprin, domethënë,
deklaratës pranvarësisë. Pra, vendosja një alfabeti për gjuhën për cilën duhet flasë ky komb. Komb atëherë ai kishte idenë se duhet ishte një territor natyral me njerëzit që flasin të njëjtën gjuhë, kanë të njëjta tradita e kështu me radhë. Mirë po, me njëherë mbas vitit 1912 ndodhi ajo konferenca e ambasadorëve, e cila e prishi këtë vendim që bën baballarët e kombit. Tani, si qëndron puna? Puna është që ta zëm prap nga ky moment, kjo deklaratë që kemi ne është një fotografi e bërë, ndoshta e originalit, ndoshta e një kopje, po është një kopje e rregulluar, e një fotografie të bërë me rastin e 25 vjetorit të pavarësisë në 1937 nga Kel Kodheli. Dhe kjo është përpunuar, është bërë në formatin e një deklarate. Mirë po, ato që më bënin mua përshtypje ishën këto, që duke pat parasysh Ismail Qemali nuk ishte një njeri, po themi nga këta deputetët e parlamentit sotshëm. Ishte një njeri me potencë, kishte arritur të ishte kryetari i kuvendit të Perandorisë Osmane. Nuk ishte një njeri i thjeshtë. Dhe mua më bën përshtypje që si mund të përfundoj deklarata e pavarësisë në një letër të rrudhosur me viza, me 2 faqe, si një letër bloku i rëndomt. Kjo më bëri të dyshoj dhe u futa në misteret që rrethojnë këtë gjë, përderisa ajo mungon, ka krijuar një mister. Ajo sot është bërë mit. Pavarësisht se shumë njerëz e shikojnë lehtë, sidomos studiusit, dhe ashtu e kanë paraqit dhe në popull. Kjo deklaratë ka bërë punën, por e ka bërë gjysmë. Sepse sot në letrat shoqëruese që ka deklarata e pavarësisë mungojnë disa prej territoreve të Shqipërisë. Të atij kombi që do të quhej shqipfolës dhe natyral që tham në fillim. Ajo që më bën mua përshtypje tjetër është që aty mungon firma e sekretarit dhe mungojnë disa nga personalitetet më të larta të kohës, siç janë disa nga personalitetet që bën kongresin e manastirit, për shembull Gjergj Fishta aty mungon. Kjo më duket shumë e çuditshme. Po, edhe është një deklaratë, me sa shikojmë edhe në foto, që është një deklaratë shumë e shkurtër, vetëm firmat edhe një deklaratë. Po. Të gjitha këto më bën të dyshoj se duhet të jetë një deklaratë më prestigjioze, që ka më shumë përfaqësi, dhe siç e thash, mungojnë disa nga personalitetet dhe firma që zyrtarizon e sekretarit. Duke marrë parasysh këto, unë mundova që të gjej edhe se kush mund të jenë emra të tjerë të kohës. Një, e dyta, lindin pyetje, pse a mund të jetë ende ajo origjinalja, se ne kemi një kopje e fotografuar, a mund të jetë qofte edhe origjinali i kësaj që njohim, a mund të jetë ende, në qoftë se është, kush e ka, nëse dikush e ka, pse e ka mbajt fshehur, dhe pse është fshehur për kaq kohë. Të gjitha këto pyetje lidhen me një analizë që unë i kam bërë, edhe kuptohet me intuit, patjetër, por unë do hedh një pistë, një dyshim, pra nuk e them se kam. Por duke njohur, me qenë se unë jam marrë me mënyrë me simbolet, me qenë se kjo lidhet edhe me një fakt që e trajton shumë mirë Petrozhei, që quhet i treti i papërfshirë, që është qendra. Pra, në këtë botë, po të shikoni, bota ka një tendencë që të bëhet e bashkuar.
Ato G7, G20, G3 janë një përpjekje për të bërë të bashkuar gjithë botën. Po anglishtja që po merr që ka marrë një stabilitet sot në gjuhët si gjuhë ndërkombëtare, flitet në një të tretën nga një e treta apo një e katërta e botës. Edhe pse ka një rënje vitet e fundit. Pra, njerëzimi kërkon një bosht, kërkon një qendër. Dhe kjo G3, G7, G20 nuk ka arritur dot që ta bëj. Pse? Se nuk mblidhen dot në një vend, nuk e lën, do mblidhemi në Amerikë, jo, do mblidhemi në Po, në fakt, kush e ka të drejtën për ta bërë në termat historik? A ka të drejtë Anglia të jetë ajo prioritare për të pasur ajo gjuhën e saj? A ka qenë anglishtja gjuhë primordiale? Apo kjo ka të tjera fakte që na lidhin me ne shqiptarës, dhe dihet që Shqipja është një nga gjuhët më të vjetra të botës dhe ende ekzistente? Shko, Shqipja ka me miliona fakte, nuk po them me mira dhe nuk e egzageroj, për të provuar se është qendër e kësaj bote njerëzore, jo qendër e tokës, qendër e njerëzimit. Por ata fuqitë e mëdha nuk kanë për ta gjetur gjuhën e përbashkët. Pra nuk kanë dëshirë Shqipja për shqiptarët, për Shqipen, për shqiptarët që të vënë në historinë e vend. Dhe ndoshta kjo është arsyeja e kësaj rëmuje që ekziston në gjithë botën, pasi nuk ka vajt haka tek i Zoti. Pikërisht, kjo është e drejta, duhet vej te i Zoti, dhe Shqipëria nuk është se do përfitoj, se kjo është një përgjegjësi e madhe, dhe kërkon përgjegjshmërinë tonë, domethënë në këtë rast, por vendet e mëdha gjuhën e tyre ju e shikoni se si e kanë gjetur, vetëm duke sulmuar, domethënë nuk përdorin asnjë lloj diplomacie. Një nga të drejtat që tham ne në fillim ishte e drejta e fjalës, liria e fjalës. Dhe këtë të drejtë njerëzia sot po e përdor, dhe nëpërmjet fjalës, kjo nëse që t'japim dhe çik nuanca humoristike e emisionit. Ju e keni parasysh shprehjen që thuhet lufta e katërt botërore do bëhet me shkopinj. Për tretën nuk e dim. Unë mendoj që lufta e tretë botërore duhet bëj me fjalë, duhet bëj me diplomaci, duhet bëj me referendume, duhet bëj me politik, jo me armë. Ne është mijëvjeçari i tretë. Si mund të pretendoj Amerika meqense apo Rusia, apo Kina, apo Turqia, me që kanë bomba në dorë, kanë të drejtën të vendosin? Çfarë do është njësoj të hedh ai një bombë në jo në Ukrainë, po themi në Moldavi, që e zë miku Moldavia, po atje ajo do përfshi vetë Rusinë. Janë vende të vogla, nuk ka mba, pra kanë ngecur te kjo, te përdorimi i këtyre anëve. Nuk është e vështirë për t'u përdorur. Megjithatë që mos dalim nga tema, ideja është që tham se unë jam i mendimit se duke pat parasysh edhe çka ka deklaruar, çfarë njihet nga dokumentacionet, dihet që ka qenë një listë prej 83 apo ndoshta edhe 84 delegatësh. Dhe cila ishte harta e nënshkrimit të kësaj deklarate? Mbi cilin territor ishte nënshkruar kjo hartë? Çfarë përfshinte? Territori e tham që ishte territori natyral, atje ku ka shqipfolës. Pra, Shqipëria, Kosova, Sanxhaku, deri në Nish, Çamëria. Në atë kohë, ka qenë manastiri, ka qenë pjesë e Maqedonisë, atje ku janë delegatët. Po, Shkupi e kështu me radhë. Nga gjitha vendet. Po, dhe në atë përveç hartës, në deklarat, unë mendoj, në mënyrë intuitive, se kjo letër që ne njohim si deklarat, është një letër prove, që është bërë në një moment për të testuar, sepse Ismaili nuk i njinte të gjithë njerëzit,
mbase. E kupton, ai ka patur një bërtham, ku mund të kenë qenë 40-50 veta që i ka njohur me njohje që nga Po atëre, ku shkolla e është Zosimes, deklarata që nga e Stambolli. gjatë, ajo që përcakton hapësirat dhe ajo që përcakton kritere kushte, sepse me gjysmë faqe, me dy rjeshta, Po. sikur nuk gjithë. Prandaj unë them që deklarata origjinale duhet të jetë një letër e vetme, një letër që ka më shumë firma, pra mund të jenë 83 firma, 40 firma kanë qenë të marra më përpara, nuk mendoj unë, dhe këta të tjerët kanë qenë shtesë. Po, Pra 40 firma që janë aty, janë bërë edhe për të testuar nëse ishin të gatshëm, po, edhe e dyta është edhe për të testuar thjesht penën, se atëherë shkruaj me stilograf, duhet që të ishte e pastër, të ishte e rregullt. Dhe kjo ide mua më ka çuar që pra është një letër tjetër e pavarësisë që mund të jetë më prestigjioze. Po kush mund ta ketë dhe pse? Kuptohet që Ismail Qemali, siç e thash, ka pat njohje të patriotëve të kohës, që nga shoqëritë e ndryshme që ishin në rajon, në Greqi, në Janin, në Rumani, në Bullgari, në Amerikë, e kështu me radhë. Dhe lëvizjet që bë ai apo dhe patriotët e tjerë në për rajone, në për Evropë, në ato kohë, kuptohet që kanë qenë të organizuara, të mirë organizuara bile. Tani, të gjitha këto gjëra, unë do të sjell një personazh i cili është shumë i rëndësishëm, por që ka të bëjë me atë përsëri, ka të bëjë me atë të tretin e papërfshirë. Është një i tret, një emër, i cili nuk që do të thotë përveç Ismail Qemalit dhe Isa Boletinit, që ishën dy baballarët e kësaj marrëveshje, njëri përfaqëson dorën e fortë, patriotin, tjetri përfaqëson diplomacinë, zgjuarsinë, dhe është një i tret, ky i treti i papërfshirë, i cili e ka patur në dorë këtë dokument, i është besuar, sepse ka qenë një njeri i besuar i Ismail Qemalit. Kush është ky njeri? Ky, për mendimin tim, është Ali Aslani. Ali Aslani ka disa fakte që unë do t'i rendis sipas radhës, që tregojnë se ky njeri ka patur në dorë kontratën e deklaratën e pavarësisë. Dy fakte që ne njohim është që kur është bërë fotografia nga Kel Kodheli në vitin 1937, në 25 vjetorin, vet Ali Aslani ka qenë kryetari i Bashkisë së Vlorës. E dytë, do i bëjmë disa fakte. E dyta është që në vitin 1962, ky dokument thuhet se është rishfaqur. Thuhet që Kristof Rashri, historian i njohur, ka patur një informacion se dikush e ka ofruar origjinalin dhe në mënyrë shumë naive ky fakt anashkalohet qoftë nga historianët e atëhershëm, po edhe të mëvonshëm, sepse nuk e kanë pyetur më Kristof Rashrin dhe nuk e di pse Kristof Rashri nuk ka lënë më ndonjë informacion rreth kësaj gjëje. Por dihet që Kristof Rashri ka lindur në Turqi, dihet që Ali Aslani ka qenë njohur me Ismail Qemalin, sepse Ismail Qemali bile e ka ndihmuar këtë për të shkolluar në shkollën e administrimit në Stamboll në ato kohë, dhe ka qenë shumë i besuar i tij. Pra, këto tre fakte, që Ali Aslani ka qenë i njohur me Ismail Qemalin, fakti që ky ka qenë kryetar bashkie në 25 vjetorin, që është bërë dhe fotografia, fakti që në 62-shin dikush e ka ofruar, do të thënë që ka qenë i gjallë dhe është shprehur se ja ka dhënë vetë Ismail Qemali me dorë, tregojnë që ky është i njëjti njeri
që nga momenti që është shpallur pavarësia deri në vitin 62, që ai ka qenë ende gjallë. Fakti që ajo nuk ekziston, nuk është e fshehur, domethënë, është për faktin e thjesht sepse nuk kishte vajtur fjala në vend. Në luftra që në 13-ën që tham me konferencën e ambasadorëve, por edhe në 44-ën me mbarimin e luftës, me çlirimin e Shqipërisë, në 45-ën përfundimi i luftës botërore, Kosova, që ishte pjesa më e madhe në këtë rast, ngeli jashtë. Pra, ai nuk e nxori këtë gjë, sepse fjala nuk kishte vajt në vend. Dhe ne, shqiptarët, e kanë atë që thonë fjalën nuk e tret as dheu. Kanë qenë përpjekje 10 vjeçare të patriotëve dhe të AIK-s së asaj kohe, dhe inteligjencës, edhe të njerëzve më të mirë të produkti i kësaj shoqërie. Dhe duke qenë që kjo nuk ndodhi as në 45-ën, ai e fshehu. Mirë po, fuqitë e mëdha sidoqoftë e bën korrigjimin e tyre. Me shpalljen e pavarësisë së Kosovës, mund të themi që diçka e mirë është bërë. Mirë po, politika e re nuk se bëri ndonjë gjë, kishte më shumë dëshirë të bënte Ballkanin e hapur se sa të lidhej me Kosovën. Kjo do të thotë që është politik inkoshiente. Kjo nuk është politik kombëtare. Fatkeqësisht, gjithë klasa politike në Shqipëri dhe Kosovë është e përcaktuar. Nuk është një klasë politike që del nga populli për të bërë aspiratat popullore. Njerëz dhe dur, çuditërisht janë eliminuar në forma të ndryshme, që nga Fehmi Agani, që nga Ukshin Hoti në Kosovë, shumë të tjerë që u vranë brapa shpine në luftë ose pas luftës. Dhe po kështu dhe në Shqipëri, koha ka treguar që dhe pas 90-s shumë personazhe kanë vdekur në mënyra të mistershme. Pra ka qenë një dorë që ka sakatuar njerëzit që mund të bënin një organizim dhe një vënie në vend të këtyre fakteve që ne na i kanë mohuar. Po, është e vërtet. Ne e kemi vuajtur shumë edhe prandaj është ngritur dhe populli, sepse i ka vajt thika në Po, madje tani do kalojmë te pjesa e dytë e këtij emisioni, do të flasim çik për protestat dhe për mënyrën se si protestuesit mund të organizohen më mirë dhe çfarë duhet ketë parasysh gjithë populli shqiptar për të qenë koherent, pasi nuk diskutohet që ky kryeministër do të hapi krahun se s'bën, është në ditët e fundit të tij, në momentet e fundit të tij, por problemi është se çfarë bën mbrapa. Kush do të vi? A do të jetë një qeveri që do përpiqet dhe do zhvillojë interesat kombëtare të vendit, apo do jetë një zëvendësim figurash, hiq një dhe vur një? Çfarë do kemi, çfarë do prodhohet? Si mundemi ne të garantojmë cilësinë e drejtuesve të rinj që do na vinë në krye të shtetit? Po, unë prandaj dhe doja ta lidhja me deklaratën e pavarësisë, sepse kjo situatë dhe ai dokument kanë lidhje me njëra tjetrën. Po? Ai dokument ishte produkti i, siç e thash, i pjesës më të ndërgjegjshme, më të vetëdijshme të asaj kohe. Dhe situata e sotshme do të thotë që po përsëritet e njëjta gjë në një mënyrë tjetër, në një shoqëri tjetër, por prap problemi është i njëjtë. Ne kërkojmë të drejtat tona, që do të thotë ne po kërkojmë një pavarësi dhe një liri nga vetja jonë. Kjo është turp për çdo lloj vendi. Të gjitha vendet kanë arritur një lloj stadi. Po e tham pak përpara që të gjitha figurat politike janë të suportuara, nuk janë projekte shqiptare. Janë projekte të huaja që kanë ardhur, kanë uzurpuar. Nesër dej mund të jetë një francez me origjinë franceze, e marrin e çojnë aty e vën, bie fjala, po ta marr si shembull. Dhe ai bën atë çka i kanë thënë, çka i kanë urdhëruar. Pra në një farë mënyrë këta kukullat atyre padronëve që po e rjepin këtë vend dhe që nuk e lënë të zhvillohet në fundit, se interesi i tyre nuk është vetëm rjepja, se rjepja bëhet nga këta mjeshtra dhe
kanalizohen para të këta, por interesi atyre është që ky vend mos të zhvillohet, mos të kërkoj të drejtën e vet, mos të kërkoj atë çka i takon. Shiko, dakord, ashtu është. Sot për shembull të bëjmë që ta shikojmë edhe në një prizëm tjetër, se duket sikur nuk jemi për shembull dakord me investimet. Investimet huaja le të ketë, se bota e lirë e tregtisë kjo është. Amerika sot mund të bëhet një afrikan president. Këtë kanë arritur ata me kaq përpjekje 200-300 vjeçare, 250 vjeçare që nga momenti i shpalljes së pavarësisë. Pra, populli ka luftuar fort dhe gjatë për të arritur këto ditë. Dhe ende nuk i kemi arritur. Edhe do vazhdoj, shpresoj siç e tham në fillim, me të drejtën e fjalës. Po, në qoftë se do të më lejoje të përfundoja atë fakt që nisa, do ta lidh edhe më qartë me situatën e sotshme. Ku fshihet deklarata e pavarësisë? Meqense e lidhëm, e çuam deri aty ku tham që pista që mendoj unë më e sigurt është Ali Aslani, është fakti sepse ai ka qenë themi aktori kryesor në disa momente kyçe. Përveç këtyre fakteve që tham, është se në 25 vjetorin e shpalljes pavarësisë, ai ka bërë në disa lëvizje. Gjëja e parë është që edhe në 18-ën, në 19-ën kur vdiq Ismail Qemali, ishte ai që e bëri ceremoninë e përcjelljes për në banesën e fundit në Kanin, dhe me rastin e 25 vjetorit ai e sjell varrin e tij me vendim qeverie, sjell në Vlorë. E vendos te sheshi i Flamurit, afër vendit ku ishte shpallur pavarësia. Ndërkohë, aty ai bën dhe një lulishte me 25 pisha, me rast simbolike për 25 vjetorin. Dhe bën edhe një monument kolon për shtizën e Flamurit. Gjithashtu vendos dhe një lulishtar që të merrej me këtë lulishte, të cilën e paguan vetë nga rroga e tij. Këto më bëjnë mua të dyshoj se deklarata e pavarësisë dhe disa dokumenta tjera që janë kryesore dhe mungojnë sot në arkivat përkatëse, mundet të jetë fshehur në themelet e kësaj kolone apo në trupin e kësaj kolone, për mendimin tim. Dalja e kësaj deklarate do të bënte dhe atë që të kuptohej kjo që po them unë, që përpjekjet që kanë filluar që në prill e në maj me protestat mbar shqiptare në Maqedoni të Veriut për të drejtën e gjuhës, Kosovë, lëvizja studentore, ishte një shenjë që një trokitje, po themi, për këtë situatë që po vjen. Dhe sot, për shembull, ne kemi një protest masive që nuk ishte të bënte me atë studentoren, por ishte bëri një nxehmje, bëri një testim të mbar shqiptarve. Dhe së çudi që ajo të bëhet më popullore së shpejti, dhe nuk varet nga unë, kur i thonë, që do të bëhet e përhapur edhe në Maqedoni, edhe në Kosovë, ata kanë filluar se vinë në Tiranë, por mundet që kjo të bëhet më popullore, sepse protesta, me sa shikoj unë, do vazhdoj. Nëse kryeministri nuk jep dorëheqjen, gjithsesi. Po, kjo situata tani pse ka ngecur sepse të dy palët thonë që janë në drejtën e tyre. Kryeministri thotë që ka marrë me vota të shumicës, por përsëri këtu shmanget ose harrohet ky i treti, që them unë, treti i papërfshirë. I treti i papërfshirë në këtë rast është që ai ka ardhur vërtet me shumicë, po 40% e popullsisë ka votuar vjet. 60% e popullsisë nuk ka votuar.
Pra ai ka një shumicë të pakicës. Plus Nuk ka edhe një një pjesë e shumicë të popullit shumicës. ka hequr dorë në kontrata që ka bërë me të, pasi ky nuk ka plotësuar premtimet e veta, apo ka bërë të kundërtën, ka shitur interesat kombëtare. Shko, po dhe njerëzit e ndjeshëm se jo gjithë parlamenti është për tu se ata sidoqoftë janë bijtanë. Po, kanë filluar që të dalin nga partia. Dje ajo deputetja e E Shkodrës Shkodrës. apo e Tropojës e Shkodrës u largua, u bë e pavarur. Kështu që kanë filluar lëvizjet e para. Ideja është që do vi diçka e re, puna është që dhe turma nuk e di ende, domethënë, a do jetë e zonja të nxjerr dot. Se po vjen, po themi ka ardhur momenti të hahet një tort. Kjo torta ka nevojë për një thik të jo të ndryshkur. Ka nevojë për një thik jo që ke prer hudhra më përpara. Duhet një thik e pastër që kur të ham tortën. Dhe unë mendoj se kjo kohë po vjen. Puna është duke futur dhe në kontekst më global, unë thash që Shqipëria është i treti i papërfshirë, që do të thotë qendra, që do të thotë është gjuha e konsensusit. Nuk mund të gjejë konsensus Rusia me Amerikën, apo me Kinën, apo me Turqinë, apo me Iranin. Shikohet se çfarë po sjellin. Kjo pikë kyçe që është Shqipëria duhet zgjidh veten e vet. Ne nëse zgjidhim veten e vet, atëherë ne nga kjo tort do marrim edhe atë që na takon, që është qershia, po themi mbi tort, që nuk mund të hanë as elefantët si Amerika dhe Rusia, nuk mund të hanë as mizat, jo për t'i ofenduar, si Malta apo Andorra apo Liechtenstein, apo ju çfarë them unë, vendet vogla. Këto i takojnë atij vendi që, siç e thash, ka me miliona fakte që provojnë se është qendra e kësaj bote, dhe prandaj Shqipëria sot është e trazuar, sepse bota është e trazuar. Prandaj bota është e trazuar sepse Shqipëria është e trazuar. Nëse qetësohet qendra, edhe bota do të ketë një paqe që e kemi kërkuar me mijëvjeçar të tërë. Kështu unë mendoj se u nis me situatën, mendoj se duke qenë njohës i mirë i simbolikës së asaj që quhet koshiencë globale, dhe disa gjërave të çuditshme që unë i dhash si një pistë për deklaratën e pavarësisë. Bile harrova të thosha edhe diçka, se Ali Aslani ka edhe një lidhje të veçantë me emblematike ose simbolike me shpalljen e pavarësisë, sepse ai ka lindur në 28 nëntor. Dhe përveç kësaj, duke lexuar edhe ato Poezinë e Ali Aslanit, poezitë e tij, që çuditërisht është e njëjta, hani, pini, derra, bregrisur i gjeti dreka, milioneri i gjeti dark, i zuri darka e kështu me radhë. Kanë qenë të cituara kohët e fundit, po të shikosh edhe protestuesët e kanë shfaqur si jo vetëm si vargjet, po edhe si emër, edhe vargjet të tjera, se ai ka fol jo Vlora, jo jam lab, thot o me hir o me pa hir, unë do rroj se jam i lirë. Edhe këto i vargje i ka edhe në monumentin e tij në fshatin Vajz të Vlorës, nga ai vinte. Kështu që unë mendoj se gjërat po lidhen dhe po shkojnë te kjo pikë. Pra te i treti i papërfshirë, një gjë që ju personalisht e njihni se kemi fol dhe ke pat edhe të ftuar të tjerë shumë të pikant që kanë fol, si zoti Mëlyshi, për të tretin e papërfshirë dhe algoritmin simbolik. Dhe them se kjo çështje, e cila unë e kam marrë, po themi seriozisht, te vepra e Petrozhejit, them se e kam kuptuar kështu, sepse ai ka dashur të shpreh këtë gjë, që Shqipja
përderisa është gjuha që u jep koshiencë gjuhëve të tjera, është edhe një popull qëndre, është edhe një popull, gjuhë e qëndrës, është një popull qëndre dhe që di se çfarë bën. Kështu Pra, që bota duhet ta dëgjoj ose ta lërë të lirë të veproj dhe shqiptarët rezultatet do të jenë shumë Shqiptarët e kanë fatin e madh deri sa të njohin veten dhe fuqinë që mbartin. Nëse e njohin, ata do jenë të pavarur nga të tjerët. Ndërkohë, një pjesë e madhe e shqiptarëve, sidomos në rrethe, kanë frikë të dalin dhe në protesta. Kjo do të thotë që jo vetëm që nuk e njohin veten, por njohin shumë frikën dhe terrorin që kanë mbjellë në këto 100 vjet e fundit klasa politike që ka sunduar në tërë shqiptare. Mirë, në lidhje me protestat. Në lidhje me protestat, Sokrat, cili është mendimi jot? Çfarë do të ndodhte nëse edhe në Prishtinë do të kërkojë një referendum dhe në Shqipëri për të bashkuar trojet? A do të merrej parasysh nga bota në Evropa dhe a do të mundte populli shqiptar të bashkohej në një qeveri të vetme dhe mundësitë për korrupsion do të ishin shumë të pakta nëse do të ndodhte kjo? Si mendoni? Unë mendoj që prandaj e solla këtë si fakt që mendoj se nëse do gjendej kjo deklarata e pavarësisë, ajo do të ishte thjesht një formalitet. Do të ishte shumë e sigurt për t'u bërë para bashkimi i Kosovës. Të mirat, kush do jenë? Të mirat janë këto. Do bëhen bashk dy gjëra që janë natyrale, një. E dyta do bëhet bashk do të vej politika në një stat tjetër. Politika do vej në një stat tjetër, nuk do jenë më këto partira. Po mirë. As atje as këtu. Deklaratën e pavarësisë. Do bëhet një sistem i ri. Nuk e ka Evropa këta firmëtarët, nuk e dorëzuan në një kanceleri europiane a diku që të njihej si funksiononte në atë kohë. Tani unë këtë nuk i kam se unë thash, unë thjesht kam gjetur ato fakte që mund unë nuk kam akses në për arshiva të ndryshme, që të ndiqja hap pas hapi. Ajo mund të jetë një kopje originalit për shembull, mund të jetë një kopje originalit në ndonjë nga këto kancelarit që nuk e nxjerrin sepse pse Anglia dhe Amerika bashkëpunoi për edhe Evropa, patjetër për pavarësinë e Kosovës, se diçka kanë ditur. Se nuk të bashkohet njeri të bëj luftë kot. Po dhe atë pavarësitë të cunguara kanë dhënë sepse Kosovës i vun një flamur tjetër, e quajnë kombë shtet tjetër, nuk e quajnë se shqiptar dhe ekzistojnë akoma prapaskenat me anë të politikanëve që kanë vënë në Kosovë gjatë gjithë kësaj kohës pas pavarësisë, kushdo që ka qenë më tepër një shërbëtor i planeve të tyre sesa një zbardhës i planeve dhe projekteve pro-shqiptare. Deri te Albin Kurti që duket sikur është dikush, ka një populizëm, por që është shumë i fshet dhe akoma më rrezikshëm se Rama në Shqipëri, pasi Rama i bën gjërat e dukshme, duket qartë Kurti i bën dë rogoz ato punte pista dhe anti-shqiptare, ka deklaruar së fundmi 300.000 serba apo slav në Kosovë, çka është një numër i vogël kur gjithë Kosova është apo është 1.8 milion. Pra, është një diçka e frikshme që ka bërë ky. Kjo ka lidhje me Kosovën, sepse situata politike dhe atje nuk është pothuaj kaq e nderë sa dhe në Shqipëri. Janë bërë 3 palëzjedhje në 18 muaj dhe partia në vetëvendosja ende nuk po bën dot koalicionin e mundur. Pra, ky ngërç që po ndodh si në Shqipëri edhe në Kosovë është një ngërç që po ndodh për këtë arsye, që ndërgjegjja kombëtare po kërkon këtë gjë, po kërkon bashkim dhe duke pat parasysh edhe natyrën e politikave të dy vendeve, natyrën që edhe pse jemi vëllezër, kemi një ndryshim në natyrë, do ta bënte politikën shumë më aktive, shumë më të vështirë për ta për të manipuluar, për të bërë lidhje manipuluese. Unë them që kjo do të sillte diçka të mirë në këtë kuptim.
kështu e shikoj, domethënë, zërin e protestës. Pra zëri i protestës duket sikur nuk ka ndonjë drejtim, duket sikur ata mbrojnë pelikanët. Pelikanët patjetër që i mbrojmë, çdo njeri duhet të jetë ambientalist. Ne duhet t'i mbrojmë se sot toka më shumë se sa ndërtime kërkon ambiente të gjelbra. Nuk kërkon ndërtime. Ndërtime janë bërë ka mbi ngarkime me ndërtimet. Në fakt, Kështu që unë mendoj këtë gjë. investimet nuk është se s'duhen, po problemi ka dy probleme të mëdha. Problemi parë është që kjo qeveri, po dhe ajo para kësaj, e bën Shqipërinë €1 për ta vjedhë për vete. Dhe shqiptarët nuk i lejoi të investonin në trojë shqiptare, të bënin një biznes plan, të bënin një ato projektet e dura në vendet e dura dhe leti zhvillonin shqiptarët. Toka kurse si nuk duhet i shitej të huajve, këta e bën këtë gjë, por në ana tjetër shqiptarët jo vetëm që nuk i lejuan të ndërtonin në pronat e tyre, por i dëbuan, i masakruan, i çojnë për gjyqe, për mure garde, shpale më për të tjera gjëra që Tritoli këtu ka bërë të vetën, ka shëmbur tërë to godina, të cilat këta i kanë quajtur palishme, dhe ligjerojnë pronat që bëjnë vetë, ato resortet në Ksamilja kudo, me parat e krimit, me parat e drogës, në zonat të mbrojtura kështu me radhë. E ke parasysh atë pikëzën e vogël aty në Sarandë? Po, patjetër. Sa pikat vogla e ka Shqipëria ashtu. Por kjo, unë fola për strategjinë e Ismail Qemalit, në 100 e ca vite para, që ai kishte filluar 10 vite përpara strategjinë. Edhe këta e kanë filluar që në 90-ën strategjinë. Mos kujto se është një strategji e ditëve të fundit. Ata filluan me shpopullimin, se si ka mundësi që një popull që sa po ju dhanë tokën me vra pikën. Në fshat kishin të gjithë nga një cop tokë, edhe pse me atë palo ligj, po kishin nga një cop tokë dhe kishin mundësinë që të jetonin edhe bagtit, kishin mundësinë që të jetonin shumë mirë. Dhe ata zgjodhën të ikin. Mirë qytetet që u prishën në fabrikat, që dhe ajo është një, të gjitha janë probleme e plagë të mëdha, po përse duhet ikte ky popull? Do të thotë që është bërë diçka, mos i ço ujë, mos i ço drita, mos i ço rrugë, mos e lërë të lirë të bëj. Dole aty ku dhe unë nuk e mbarova. Leri të bëjnë shtëpi. Argumentin. Aty po e lidh. Po, argumenti ishte që popullin e hoqën nga vendi, e shpërngulën, domethënë me një plan që ka filluar vite më para. Puna është që ata po zihen kush të marrë copën më të madhe, kush të coptoj brigjet e pjesët më të mira, llomkat. Dhe Zvërneci është një nga këto, por ai është një plan anti-ambient, që ai ka filluar u duk kjo gjë, ne nuk na shkoi ndërmend, që nga plani i aeroportit Vlorës që nuk ishte natyral për të bërë aty. Nuk duhet bëhej aeroporti, po ajo ishte infrastruktura që ai siguroi këtij plani që po vinte. Dhe gjermanët që ishën të parët, nuk e mbaj mend të cila firme e një që bënin aeroportet, u tërhoq sepse tha nuk bëhet aty. Nuk ka mundësi të bëhet aty. Aty është laguna, shumë afër, janë shumë elementë të tjerë që e shkaktrojnë ambientin. Dhe pse? Gjermanët kanë kulturë kaq vjeçare, e dinë se çdo të thotë ambient. Ec në Gjermani, shiko, hajde në Angli, shiko, apo në vende tjera. Këtu, unë që i kam parë dhe nga lart, ose që mund të shikosh dhe me hartë, edhe pse është një popullsi me një densitësi 3 herë më të madhe se sa Shqipëria, këtu ti nuk i dallon dot shtëpit, më shumë ka gjelbërim se sa shtëpi. Po. Këtu është vendi i gjelbër. Kurse aty nuk gjen një cop, një park minimal me 2 stola për pensionistët, apo lere më Tiranën, po themi dhe qytetet vogla. U kemi marrë mushkërinë, u kemi marrë frymën njerëzve. Dhe këto të gjitha janë mbledh, të gjitha këto gjëra
u ka ardhur momenti që populli çuditërisht po del me një urtësi, me një paqe që sepse e di që ndërgjegja, që thash ngritja e ndërgjegjes në pikën më të lartë, e ata e din shumë mirë që protestat e dhunshme humbasin jetën dhe jeta e njeriut është shumë më e shtrenjtë se sa çdo gjë mbi këtë botë. Prandaj ata po sillen aq paqësor, sepse niveli i ndërgjegjes ka vajtur në këtë pikë. Fiks fare. Ndërkohë që dhe ajo që nuk përfundova që pari me investimet, nuk është se s'duhen, por problemi është kush do punoj të këto investime. Do vinë aziatik apo afrikanë të tjerë në Shqipëri që të punojnë, ato 10.000 vende pune, ku i ke Shqiptar? Shqiptari ke të larguar. Dhe çuditërisht për ata gjenden financime, suportime, kurse për shqiptarët nuk ka gjëra të tilla. Nëse shpresoj që protestat të bëjnë punën e vet, shqiptarët të reagojnë dhe të ngrihen që të gjithë, sepse edhe ata që janë patronazhist apo pensionist apo popull që mbështet në mënyrë automatike Partinë Socialiste, edhe ata janë shumë të rrezikuar në ky sistem i cili po i çon në gremin dashje pa dashje. Jo më kot ajo që thatë ju pak më parë që deputetët e Partisë Socialiste kanë filluar të dalin të pavarur dhe ky numër dita ditës do të shtohet edhe më tepër. Dhe kur një deputet largohet nga partia e cila e ka kandiduar për të nxjerrë deputet, imagjinoni çfarë do pjesa tjetër, ajo pjesë e popullit që qëndron kaq shumë fanatike, pas një satrapi i cili e ka çuar të vend drejt katastrofës, drejt falimentimit. Shiko, ai ka hipnotizuar si pensionistët, ashtu dhe një pjesë të deputetëve të tij. Pra ata i binden thjesht mekanikisht si të hipnotizuar, po i vend mbas hipnozës. Po puna është që një pjesë e madhe, sidomos ata që punojnë në administrat, duhet që të vrasin atë ndjenjen e frikës, që thash unë të një nga 4 të drejtat e njeriut, është që të mos ketë frikë. Ata kanë frikë se do ngelen pa punë, kanë frikë se do rrezikohet gjëra të tjera, kanë ardhur në tokë me drejtën e Zotit, nuk i kanë pyet njeri as Enver Hoxhën, as Edi Ramën kur kanë lindur, dhe s'duhet kenë frikë. Nuk duhet kenë frikë në këtë aspekt. Rëndësi ka që t'jenë paqësor, edhe gjithçka do vej shumë mbar. Unë kështu e shikoj dhe e uroj për shqiptarët. Shpresojmë të kemi disa lëvizje të dura për të bërë gjën e dur që edhe shqiptarët kenë një progres normal si gjithë popujt e tjerë drejt zhvillimeve të normale të përditshme. Mirë, nëse ka diçka tjetër? Liria në të gjitha drejtimet. Unë mendoj se i tham se për protestat ka fliten shumë zëra, po lidhja me këtë aspekt mendoj se ishte gjëja më e veçantë por unë do të shtoja këtyre debateve televizive. Do të shtoja diçka për mënyrën e organizimit të shqiptarëve. Shqiptarët nuk duhet të kërkojnë të jenë ata të parët e autobusit të gjithë, por duhet të organizohen si dikur organizoheshin të parët tanë në përkuvende, në për logjet e tyre ku vendosin se çfarë do të bënin me zhvillimet e jetës tyre. Kështu që nuk ka rëndësi kush është kryetar, rëndësi ka çfarë një kryesi bën për të zhvilluar vendin dhe për ta mbajtur atë me integritet. Kjo është më e rëndësishmja. Pastaj, nëse vendi kalon një integritet, një pavarësi dhe në një zhvillim ekonomik normal, atëherë e mira do të vi për të gjithë, nuk do të ketë padrejtësi, do të ketë një barazi, edhe nuk do të ketë më shfrytëzim apo ngritje çmimesh artificiale, siç po bëhet tani, do të ketë një kontroll, nuk do të ketë më abuzime me pak fjalë. Çdo gjë do të rrjedhë natyrshëm normalisht. Shqipëria është një vend burimor për asetet, kështu që do të ketë një përmirësim të dukshëm. E rëndësishme është që në çdo qytet të grumbullohen njerëzit dhe të vendosin ato
pikat e tyre se çfarë do bëjnë me jetën e tyre dhe të krijohet në çdo qytet asambleja e qytetit dhe të krijohet edhe një asamble mbar kombëtare, mendoj unë, dhe po kështu të bëhet edhe me trojet e tjera shqiptare, derisa të bashkohen në një pikë të vetme, në një shtet të vetëm. Ajo tavolin e madhe që do mblidhet, do quhet, ashtu si që edhe logu që thatë ju, do tjetë një tavolin e rumbullakët, që është përdorur si term jo thjesht nga forma e tavolinës, se tavolinën e kemi bërë ne, por ideja është që të gjithë në këtë tavolinë është një tavolin pa qoshe, pa të privilegjuar dhe dalluar. Pra do jetë një tavolin që të gjithë do jenë barabartë, jo si këto tavolinat me kënd që vendos njëri, kështu që kjo tavolinë e re shpresoj të jetë e rumbullakt, pra ku të gjithë të jenë me zërin e tyre njësoj të një vlefshëm. Unë të falenderoj, zot Sokrat, shpresoj të kemi të çuar disa mesazhe përmes jush dhe shpresojmë të jemi përsëri në të ardhmen për tema të tjera në lidhje me zhvillimet që pritet të ndodhen së shpejti. Faleminderit dhe mirupafshim. Dashur miq, këtu gjejmë rastin t'ju përshëndesim dhe ju duke mbyllur këtë emision. Do të jemi përsëri në mbrëmjet e ardhshme, deri atëherë kalofshi mirë dhe mirupafshim.